Unë kam hequr dorë nga qendrit i përzgjerë me politikat, sepse jam kundra çdo lloj politikani sot në Shqipëri. Është klasë politike e dështuar. Nuk më bëm dot me asnjëri. Por unë do bëm dhe do përfaqësoj atë zë të një plaku, të një të urtit, të një ajsadimi, s'po them në një të ditur, për të mbështetur të rinj. Të rinj që janë ata jashtë dhe këta të mirët janë brenda. Vetëm një bashkimi të rive, me të moshës 40, po edhe në një eksperiencë 50, 25, vetëm këta mund të sjellin ndryshe Shqipërinë, ndërsa ai klasë politike dështuar do të ikë vetë. Edhe sa kohë që ata janë, nuk mund bëjmë dot asnjë. Pra po njoftoni që do të hapni një parti politike ku do të përfshini edhe të rinj? Jo, do nxjis të rinj të bëjnë një parti politike ku unë mund të jem një eminent, një mendim gri i tyre, një mendim gri, eminent tyre, një mendim i padukshëm, një mendim pozitiv, vetëm të duan Shqipërinë, të duan vendin, të duan historinë shqiptare, duan gjuhën, edhe kaq unë mjaftoj për të ndihmuar ata.